Në fshatin turistik të Dërmiut, në një nga verat më të nxehta të viteve të fundit, po përgatitej një dasmë që shumë kush do ta kujtonte gjatë, por jo për arsye që pritej. Ishte 10 korrik. Shielli i pastër si kristal. Era që vinte nga deti mbante një aromë të lehtë kripë dhe rozmarine. Në oborin e një resorti buzuit, punëtorët e dekorit vendosnin lulet e bardha dhe fjongot blu, ndërsa muzika e provave përzihesh me zhurmën e dallgëve. Dhëndri, Erion Meta, 33 vjeç, një sipërmarrës i ri nga Tirana, duke i qetë por i mbingarkuar. Kishte punuar me muaj që çdo gjë të shkonte për mrekulli. Nusja Ada Çela, 28 vjeçe, një arkitekte e njohur që punonte për një firmë ndërtimi në Tiranë, ishte ajo që kishte ndërruar këtë dasmë buzdetit. Ishte një çift që shumë kush i konsideronte perfekt, të rinj, të bukur, me karrierë dhe me prindër të pasur. Por pas pamjes së përsosur, askush se dinte se çfarë ndodhte vërtet mes tyre. Ora ishte 17:45 kur mysafirët nisën të mbërrinin. Rruga që zbriste drejt resortit ishte e mbushur me makina luksoze, me targa të Tiranës, Durrësit, madje edhe disa nga jashtë shtetit. Në hyrje, një fotograf i paguar nga familja po regjistronte çdo moment. Gazetarët e portalit lokal Jeta e Jugut kishin ardhur për të bërë një artikull rreth dasmës më të madhe të verës. Në mesin e tyre ishte edhe Arta Deda, një reportere e re që nuk e kishte idenë se ajo ditë do t'i ndryshonte karrierën përgjithmonë. Është thjesht një dasmë e zakonshme, Arta. Bëj disa foto, merr ndonjë deklarat nga ndonjë VP dhe kthehemi në Vlorë, i kishte thënë redaktori i saj në telefon. Dakord, shef, ishte përgjigjur ajo, pa menduar se disa orë më vonë, resorti do të rrethohej nga policia. Ceremonia nisi rreth orës 19:00. Muzika e violinës u përzie me zërin e lehtë të dallgëve. Ada ecte ngadalë në tapetin e bardhë, me fustanin që shkëlqente nga drita e perëndimit. Njerëzit qanin nga emocionet. Erioni e priti me një buzëqeshje që dukej e sinqert, por syti lëvizte shpesh, sikur kërkonte diçka ose dik në turm. Disa tha më vonë se e pan të kontrollonte celularin disa herë, madje pak para se të fillonte ceremonia. Pas betimeve, duart rokitit shpërthyen dhe të gjithë ngritën gotat. Muzika u ndez, ballëzimet nisën. Në fillim gjithçka shkonte për mrekulli, por në orën 22:15 dikush vuri re se Dhëndri nuk ishte më në tavolinë. Në fillim askush nuk i kushtoi rëndësi. Menduan se kishte shkuar të pushtonte apo të merrte ajër, por pas 20 minutash, Ada u ngrit në këmbë dhe nisi ta kërkonte me sy. E keni parë Erionin? Pyeti ajo kamerierin. Jo zonje, ndoshta është e banja, u përgjigj ai me indiferencë. Pas 40 minutash pa shenja, atmosfera nisi të ndryshonte. Muzika ul. Mysafirët filluan të përshpërisnin. Dikush tha se kishte parë Erionin të dilte nga dera e pasme e resortit, drejt parkimit. Tjetri tha se kishte parë të fliste në telefon me zë të ngritur pranë detit. Në orën 23:05, dikush nga familja telefonoi policinë. Ku policia mbërriti, resorti ishte ende plot me njerëz të hutuar. Ada e tronditur qëndronte në balkonin e katit të dytë, duke qarë. Fustani i saj i bardhë ishte njëllosur me grimin që i rrithte në faqe. Mos u shqetësoni, do ta gjejmë, i tha njëri nga oficerët, por zëri i tij duke i pasigurt. Pas kontrolleve të para, u zbulua diçka që i bëri të gjithëve të ngrinin qimet. Makina e Dhëndrit ishte ende në vend. Çelsat brenda. Telefoni mbi tavolinë i fikur. Një dëshmitar, një kamarier 19 vjeçar, deklaroi më vonë. E pash zotin Erion rreth orës 22:10. Ishte me një burr të veshur me të zezë, afër bregut. Më duk sikur po debatonte me të. Në resort, askush tjetër nuk e njihte burrin me të zezë. As kamera e sigurisë nuk e kapte qartë. Një hije që shfaqej për pak sekonda, pastaj zhdukej në errësirë. Lajmi u përhap me shpejtësi. Brenda më pak se një ore, portalet kishin tituj të mëdhenj. Zhduket Dhëndri gjatë dasmës luksoze në Dhërmi, policia në vendngjarje. Mister në Bregdet, Erion Meta zhduket në natën e martesës. Gazetarja Arta, e cila ndodhej ende në resort, pas se si nata festive u kthye në një skenë të zymt hetimi. Ajo mori një nga fotot që kishte bërë pak orë më parë, Erioni duke përqafuar Adën në dritat e fishekzjarreve dhe e postoi me titullin: Fotografia e fundit e Dhëndrit të zhdukur. Brenda minutash, fotografia u bë virale. Në mëngjesin e nesërm, forcat e RENEAS dhe zhytësit e emergjencave civile kontrolluan zonën e detit pranë resortit. Nuk gjetën asgjë, por në një shtek të vogël pas hotelit, në mes të disa shkureve, u gjet një copë pëlhure e grisur, një pjesë e këmishës që Erioni kishte veshur atë natë. Hetimet nisën zyrtarisht. Prokuroria e Vlorës ngriti 3 pista. Rrëmbim për arsye personale apo biznesi. Zhdukje e qëllimshme, pra që Erioni mund të ishte larguar vetë.
Krim pasioni, lidhje e fshet, xhelozi apo hakmarrje. Në resort, njerëzit nisën të flisnin. Disa thanë se Dasma nuk ishte aq e lumtur sa dukej. Të tjerë pohuan se Erioni kishte pasur një telefonat misterioze një ditë para martesës. Një kushërire nuses, me zë të dridhur, i tha gazetares Artës. E pasha dëm pak para ceremonisë në dhomë. Ishte duke qarë. Më duk sikur dikush e kishte kërcënuar, por askush nuk dinte më shumë. Dhe në mes të gjithë atij kaosi, Ada refuzonte të fliste. Në ditët që pasuan, ngjarja u kthye në një obsesion kombëtar. Të gjithë portaleve, nga më të mëdha te më të voglat, po merreshin me zhdukjen e dhëndrit që u tret në natën e dasmës. Në rrjetet sociale qarkullonin teori të çuditshme. E rëmbyen për hakmarrje. Ishte i përfshirë në biznese të dyshimta. Nusja di më shumë se ç'thotë. Dhëndri nuk ekzistonte fare, ishte identitet i rremë. E ndërkohë, gazetarja Arta Deda e ndjente se kishte hyrë në një histori shumë më të errët se ç'mund të imagjinonte. 2 ditë pas zhdukjes, resorti në Dhërmi ishte kthyer në një vendngjarje të rrethuar me shirita të verdh policie. Në parkingun e tij, aty ku dikur kishin qëndruar makina të shtrenjta dhe të ftuar që qeshnin me gota shampanje në duar, tani shiheshin policë me uniforma, hetues civil dhe oficer që mbanin dosje. Në hyrje, gazetarët prisnin çdo informacion të ri. Arta ishte mes tyre. Nuk kishte fjetur që prej natës së dasmës. Çdo orë që kalonte e bënte historinë më të errët. Në mëngjesin e tretë, prokurori i çështjes, Ilir Rapaj, doli para mediave me një deklaratë të shkurtër. Ne po hetojmë të gjitha pistat. Kemi kërkuar ndihmën e forcave detare dhe po analizojmë kamerat e sigurisë. Asnjë mundësi nuk përjashtohet, por gazetarët donin më shumë. Njëra nga pyetjet që e vuri në siklet ishte ajo e Artës. A është e vërtetë se nusja është marrë në pyetje disa herë dhe se ka pasur mospërputhje në dëshmitë e saj? Prokurori e pa drejt në sy dhe thaftohet. Zonja Çela është në gjendje të vështirë emocionale. Nuk do të komentoj më shumë. Në fakt, Ada nuk ishte dal nga resorti që prej asaj nate. Familja e saj e kishte rrethuar me mbrojtje. Askush nuk lejohej ta takonte, as gazetarët. Vetëm prindërit dhe një avokat që kishte mbërritur nga Tirana. Sipas burimeve të brendshme, gjatë marrjes në pyetje Ada kishte dhënë një version kontradiktor. Në deklaratën e parë ajo kishte thënë: Erioni më tha se do shkonte për pak minuta në makinë, sepse kishte harruar diçka. Pas asaj, nuk e pash më. Por në deklaratën e dytë, ajo ndryshoi diçka. Ai mori një telefonat. U bë shumë nervoz dhe më tha duhet të shkoj diku urgjent. Mendova se ishte diçka pune. Kjo mospërputhje i vuri në lëvizje hetuesit. Kush e kishte telefonuar dhëndrin në natën e dasmës? Në laboratorin kriminalistik të Vlorës, ekspertët zbuluan se telefoni i Erionit i gjetur në tavolinë kishte marrë një telefonat të fundit në orën 22:09 nga një numër që nuk figuronte në asnjë regjistër shqiptar. Ishte një linje virtuale, e aktivizuar në një kompani online jashtë vendit. Sipas kompanisë celulare, pas telefonatës 3 minutëshe, telefoni ishte fikur manualisht. Ky detaj ngriti një pyetje që tronditi hetuesit. Nëse telefoni ishte fikur me dorë, atëherë Erioni e kishte bërë vetë, ose dikush tjetër që ishte me të. Ndërkohë, gazetarja Arta nisi të hetonte në mënyrën e saj. Ajo udhëtoi në Tiranë për të folur me disa nga të njohurit e dhëndrit. Në kafenet e zonës së ish bllokut, ku Erioni frekuentonte shpesh, njerëzit flisnin me kujdes. Disa e përshkruan si djalë të sjellshëm e të qetë, të tjerë si njeri me shumë sekrete. Një nga ish-bashkëpunëtorët e tij, që kërkoi të mbetej anonim, i tha Artës: Erioni kishte borxhe, shumë më shumë se që dinte bota. Kishte bërë disa investime në ndërtim, por parat nuk ishin të gjitha të tijat. Kur ajo e pyeti nëse këto borxhe mund të kishin lidhje me zhdukjen, burimi u ndal për pak sekonda dhe shtoi: Nuk po them që e vran, por të kishte disa njerëz që nuk falnin. Në resort, hetuesi po kontrollonin çdo cep. Në dhomën e dhëndrit, gjetën një dosje me dokumente financiare, disa kontrata dhe një zarf të vogël me inicialet P. Brenda kishte një unas të artë dhe një letër të shkurtër me shkrim dore. Nëse lexon këtë, do e kuptosh pse nuk mund të jem aty ku duan të tjerët. Më fal. Shkrimi ishte një gruaje. Ekspertiza më vonë konfirmoi se nuk ishte i Adës. Kush ishte P? Në Tiranë ndërkohë, portalet filluan të përmendin një emër që e bënte historinë edhe më të ndërlikuar. Alma Pano, 31 vjeçe, ishte dashura e Erionit, me të cilën kishte pasur një lidhje 3 vjeçare para se të njihte Adën. Alma punonte si juriste në një kompani që kishte pasur bashkëpunime me bizneset e Erionit. Ajo kishte dalë jashtë vendit vetëm disa muaj para dasmës, por sipas disa burimeve, ishte kthyer në Shqipëri 3 ditë para ngjarjes. Gazetarja Arta arriti ta gjente në Durrës.
Ishte e zbet, me sy të lodhur, dhe pranoi të fliste me kusht që të mos i publikojë fytyra. Unë nuk e kam parë Erionin prej më shumë se një viti, tha ajo. A keni folur me të ditët e fundit? Pyeti Arta. Më dërgoi një mesazh një ditë para dasmës. Çfarë shkruante? Vetëm një fjali, më fal për gjithçka, por s'mund të lejoj që kjo të ndodhe. Nuk e kuptova çfarë donte të thoshte. Mendova se po më përshëndeste përfundimisht. Kur Arta i tregoi për letrën me inicialet P, Alma filloi të qante. Isha unë, por ajo letër është e vjetër nga viti i kaluar. E ruante ende. Zoti i madh. Ajo nuk dinte më shumë, ose nuk donte të thoshte. Por për Artën, ajo bisedi ishte një kthes. Të nesërmen, një zhvillim i papritur tronditi gjithë hetimin. Një peshkatar nga fshati Vunë raportoi se kishte parë një burr që i ngjante dhëndrit rreth orës 03:00 të mëngjesit në një plazh të braktisur rreth 4 km larg resortit. Ishte i lagur me këmishë të grisur. Më pa për një moment dhe iku në pyll. Mendova se ishte ndonjë i pirë. Vetëm kur pash lajmet, kuptova se mund të ishte ai. Policia nisi kërkimet në atë zonë, por nuk gjeti asnjë gjurmë. Vetëm disa shenja në rërë që dukeshin si gjurmë këmbësh dhe një zinxhir i vogël i artë që më vonë u identifikua si i Erionit. Në Tiranë, ndërkohë, bizneset e Erionit po rrëzoheshin si domino. 2 prej bashkëpunëtorëve të tij u arrestuan për mashtrim financiar. Njëri prej tyre pranoi në hetim se Erioni kishte marrë një shumë të madhe parash nga një kompani ndërtimi në Itali dhe se parat kishin humbur në rrugë. Kur lajmi doli në media, njerëzit filluan të mendojnë se dhëndri mund të kishte inskenuar zhdukjen për të shpëtuar. Por policia nuk kishte ende asnjë provë që ai ishte gjallë. Në ditën e 12 të zhdukjes, Ada u paraqit në komisariat me diçka në dorë, një letër që sipas saj i kishte mbërritur me posta të mëngjes. Zarfin e bardhë mbante me duar që i dridheshin. Në kopertinë shkruaj vetëm për Adën. Letra brenda ishte shkruar me dorë, me stilin e qartë të Erionit. Mos më kërko. S'jam ai që mendon. Do të vijë koha që gjithçka të shpjegohet. Data e postës ishte 3 ditë më parë nga Shkodra. Ky detaj e çoi hetimin në një drejtim të ri. A kishte arritur Erioni të largohej në veri? Nëse po, pse do ta linte makinën, telefonin dhe rrobat? Dhe përse do të zhdukej pikërisht në natën e dasmës? Në atë moment, askush nuk mund ta kuptonte se zhdukja e tij ishte vetëm fillimi i një historie që do të zbulonte një rrjet shumë më të madh, ku përfshiheshin para, tradhti dhe identitete të rreme. Hetimi për zhdukjen e dhëndrit kishte hyrë në javën e tretë dhe tashmë policia kishte dosje plot me dëshmi, raporte ekspertize, llogari bankare dhe qindra faqe me mesazhe të analizuara. Por sa më shumë që gërmonin, aq më shumë çdo gjë bëhej e paqartë. Në dokumentet e biznesit të Erion Metës, hetuesit vunre diçka të çuditshme. Një pjesë e madhe e firmave dhe kontratave nuk ishi regjistruar në emrin e tij, por në një tjetër identitet, një kompani fantazme quajtur A Holdings, me pronar një person që quhej Arben Malaj. Në fillim mendoi se ishte thjesht një bashkëpunëtor, por kur hetuesit kërkuan në regjistrat civil, doli që Arben Malaj kishte të njëjtin numër identifikimi me Erion Metën. Me fjalë të tjera, dhëndri kishte 2 identitete ligjore të ndryshme. Njëri, ai Erion Metës, ishte i pastër si përmarrës qytetar shembullor. Tjetri, Arben Malaj, kishte hyrje në disa transaksione të dyshimta në Maltë të Zi dhe Itali, me shuma që kalonin qindra mijëra euro. Kur ky informacion u raportua në media, historia mori për masa kombëtare. Titujt e portaleve shpërthyen. Dhëndri i zhdukur jetonte me 2 identitete, kush ishte vërtet Erion Meta? Rrjeti i errët pas martesës luksoze në Dhërmi, çfarë po fsheh familja Meta? Ada, e tronditur, refuzoi të dalë më para kamerave. Unë nuk e njoh atë njeri, tha përmes avokatit të saj. Nuk e njoh më kush është burri im. Gazetarja Arta Deda ishte bërë tashmë emër i njohur. Ajo kishte hyrë thellë në historinë që po trondiste vendin. Një mbrëmje, teksa po përgatiste një kronik për edicionin e lajmeve, mori një telefonat anonime. Zëri në anën tjetër ishte i qetë, i ulët, mashkullor. Mos e kërko më në jug, tha ai. Nëse do të dish të vërtetën, shiko në Shkodër. Pyet për vilën e bardhë afër liçenit. Dhe mos e përmend këtë bisedë. Pastaj telefoni u mbyll. Në fillim ajo mendoi se ishte një lojë. Por një ditë më vonë, një burim i policisë konfirmoi se posta që kishte dërguar letrën për Adën vinte pikërisht nga zona e liçenit të Shkodrës. Arta mori makinën e redaksisë dhe u nis drejt veriut. Rruga për në Shkodër ishte e gjatë, por ndërsa udhëtonte, ajo ndjente një ndjesi të ftohtë në stomak. Sa më afër që afrohej, aq më shumë kuptonte se kjo histori kishte lidhje me njerëz shumë më të fuqishëm se sa një dhëndër që zhduket. Kur mbërriti, ajo kërkoi për vilën e bardhë. Ishte një shtëpi e madhe e vjetër që shite nga liçeni.
Banorët lokali thanë se shtëpia ishte bosh prej vitesh, por shpesh shihnin makina që ndalonin natën. Në gardhen e jashtëm, Arta vuri re diçka, një simbol të gdhendur në port, dy gërma të ndërthurura. Në mbrëmje ajo kontaktoi me një ish oficer sigurie që kishte punuar dikur për një kompani ndërtimi të lidhur me Erionin. Ai pranoi të takonte fshehurazi në një kafene pranë urës së bunës. Ishte burr rreth të 50-tave, me fytyrë të djegur nga dielli dhe duar që i dridheshin nga duhani. Erion Meta. Po e njoh, por ky nuk është emri i vërtet i tij, tha ai, duke i hedhur një vështrim rreth e rrotull. Atëherë si quhej? Pyeti Arta. Arlind Miftaraj. Ishte nga Shkodra. Ka punuar për një rrjet që merrej me pastrimin e parave. Pastaj zhduku dokumentet dhe nisi një jetë të re në Tiranë me emër tjetër. Arta u mbështet pas karrigës. Gjithçka që kishte shkruar deri atëherë po shembej. Nëse është e vërtet, pse do të kthehej përsëri këtu? Ndoshta dikush e detyroi, apo ndoshta erdhi për të mbyllur një borxh të vjetër. Ai djalë nuk u zhduk rastësisht, zonjush. Disa njerëz se lejojnë do dik të ikë me sekretet e tyre. Ajo vendosi të shkojë vetë te vila e bardhë natën. Ishte errësirë dhe qielli i mbuluar nga re. Ndërsa kaloi portën e hekur, dera e shtëpisë ishte paksa e hapur. Brenda mbizotëronte pluhuri, por në një tavolinë kishte diçka të freskët, një shishe uji, një aparat telefoni i fikur dhe një flet letre me shkrimin që Arta e njihte tashmë nga fotot e hetimit. Nëse je duke lexuar këtë, mos i beso askujt. Unë jam gjallë, por jo i lirë. E vërteta nuk do të pëlqeje. Ajo doli me frymën e ndalur. Diku në distancë, dëgjoi hapa. Një hije u shfaq për pak sekonda në dritare, por kur u kthye, nuk kishte maskën. Të nesërmen, Arta kontaktoi me prokurorin Ilir Rapaj dhe i tregoi gjithçka. Por reagimi i tij ishte i ftohtë, madje i frikshëm. Mos u përfshi më. Çështja është delikate. Mos bëj asnjë hap pa leje. Por, zoti Rapaj, kam prova se ai është gjallë. Arta, të po të them si mik, ndalo. Kjo histori është shumë më e madhe se sa mendon. Ajo e kuptoi se diçka nuk shkonte. Kur doli nga zyra e tij, dy burra me syze të errëta e ndoshin me makinë deri në redaksi. Ndërkohë, policia lokale në Shkodër mori një raport, një trup mashkulli ishte parë në liçen, por kur gjyqësit mbërritën, gjetën vetëm një xhaketë. Brenda xhepit të saj, një kartë identiteti me emrin Arben Malaj. Analizat e Adnës treguan diçka të pabesueshme, Adnja përputhej vetëm pjesërisht me atë të prindërve të Erionit. Ekspertët sqaruan se kishte mundësi që karta t'i përkiste dikujt tjetër, ose se vetë Erioni kishte përdorur të përzierë për të fshehur identitetin e tij në të dhëna biometrike. Kjo teori dukej absurde, por prokurori Rapa e mbylli çështjen përkohësisht si personi i zhdukur, i dyshuar për mashtrim ndërkombëtar. Arta nuk hoqi dorë. Ajo zbuloi përmes një burimi në Ministrinë e Brendshme se vetëm pak javë para dasmës, dikush kishte paguar për të marrë pasaportë të re me emrin Erion Meta, por me numër serial që i përkiste një personi të vdekur në vitin 2012. Dikush e kishte ndihmuar. Dikush që kishte akses në sistem. Në mesnat, ajo mori një mesazh në telefon nga një numër i panjohur. Nëse do ta dish ku është ai tani, shiko në thedh. Mos e thuaj askujt. Mos merr askënd me vete. Të nesërmen në mëngjes, gazetarja u nis drejt veriut e vetme. Rruga për në theth ishte e gjatë, e mbushur me mjegull e kthesa. Por ndërsa makina ngjitej në male, ajo ndjente se po afrohej me fundin e historisë. Në një pikë ndalese, pranë një ure të vjetër druri, pa një burr me kapuç që po e priste. Nuk foli asgjë. Vetëm i dha një zarf. Brenda kishte disa fotografi të vjetra të zverdhura nga koha. Në njërin duke Erioni ose Arlindi me disa burra që mbanin armë pranë një furgoni të bardhë. Në një tjetër, ai vetë në një bank, duke tërhequr para me një emër tjetër. Në fund, një shënim. Asgjë nuk është ashtu siç duket. Dasma ishte vetëm mbulesa. Aty Arta kuptoi diçka të tmerrshme. Zhdukja e dhëndrit nuk ishte një aksident as rrëmbim. Ishte një operacion i planifikuar. Një mënyrë për të zhdukur një identitet të rrem dhe për të nisur një tjetër jetë, ndoshta në një emër të tretë. Por pse pikërisht në natën e dasmës, dhe pse duhet të përfshihej Ada në këtë lojë? Në këtë pikë, ajo vendosi të kthehet në Tiranë dhe të përballet me familjen e Erionit. Ajo që do të zbulonte aty, do ta kthente historinë në një tronditje kombëtare. Arta u kthye në Tiranë në orën 2 të mëngjesit. Ishte e raskapitur, me flokët e lagur nga shiu dhe duar që i dridheshin nga lodhja e frika. Ajo ndjente se e gjithë historia kishte hyrë në një territor shumë më të errët se që kishte menduar. Kur mbërriti në banesën e prindërve të Erionit, në rrugën Petronini Luarasi, dera ishte e mbyllur me zinxhir. Por dritat e katit të dytë ishin ndezur. Ajo trokiti disa herë.
Pas pak, dera u hap dhe në prag doli një grua e thinjër, me sy të skuqur nga pagjumësia, nëna e Erionit, zonja Liliana Meta. Zonja Meta, unë jam Arta Deda, gazetarja që po merret me çështjen e djalit tuaj. E di kush je, tha ajo me një zë të butë, por të prerë. Tani je bërë më e famshme se unë. Hyrë, por mos regjistro asgjë. Brenda, në dhomën e pritjes, çdo gjë duke i ngrirë në kohë. Një fotografi e madhe e Erionit me kostumin e dasmës shndronte mbi raftin. Nën të një çiri i fikur. E donim shumë madën, tha gruaja duke ulur kokën, por ajo nuk e dinte të vërtetën. Ashtu si shumica. Djali im s'ishte i keq. Ishte vetëm robi diçkaje që se zgjodhi vetë. Arta e shikoi në sy. Çfarë doni të thoni me këtë? Erioni, apo siç e njihnit ju, nuk është biri im biologjik. Ai u birsua në vitin 1998. Ishte vetëm 5 vjeç. Policia e gjeti në kufi i vetëm pa dokumente. Tha se quhej Arlind. Pastaj, nëpërmjet një institucioni humanitar, e morëm në shtëpi. Dhe që nga ajo ditë, dikush na dërgonte para çdo muaj, pa emër. Nëse dinim kush ishte. Arta mbeti pa fjalë. Po pse se keni treguar këtë më parë? Na kërcënuan. Na than, nëse e tregoni, djali do të pësojë keq. Dhe kur u bë 18 vjeç, ai vetë mori një zarf me një adresë. E lexoi dhe s'u bë më i njëjti. U fut në punë, bleu firmën, nisi të udhëtoje. Por çdo gjë kishte lidhje me atë letër. Gruaja i dha gazetare një dosje të vjetër, të zverdhur nga koha. Brenda kishte kopje të disa letrave anonime, një foto e vjetër e një grupi burrash me maska në mal dhe një dokument që kishte stemën e një institucioni të vjetër shtetëror, me vull të kushe që lexonte sekret shtetëror, 1997. Në dokument përmendej një operacioni i quajtur Alfa 7, që kishte të bënte me zhdukjen e disa milionave euro gjatë razirave të vitit 1997 dhe me përfshirjen e disa personave që më vonë u zhdukën në mënyrë misterioze. Njëri prej tyre, quhej Arlind Miftaraj. Arta e kuptoi gjithçka. Erioni, dhëndri që u zhduk në dasmë, ishte një nga fëmijët e atij operacioni. I biri i njërit prej njerëzve që kishte marrë pjesë në grabitjen e parave të sistemit piramid, dhe që më pas ishte ekzekutuar për të mos folur. Dikush e kishte marrë djalin, e kishte zhdukur nga listat dhe e kishte rritur në një identitet të ri. Në vitin 2025, kur ai u martua, kishte marrë një mesazh nga dikush që e njihte sekretin. Dasma kishte qenë pretekst, një mënyrë për ta ekspozuar, për ta detyruar të dilte në publik. Arta mori dosjen dhe u nis për në redaksi. Por sapo doli nga shtëpia, një makinë e zezë me xhama të errët u ndal para saj. Dy burra zbritën dhe i thanë: "Gazetare Deda, ju lutemi, do vini me ne për pak pyetje." Ajo e kuptoi që s'kishin lidhje me policinë. U përpoq të largohej, por njëri prej tyre i tregoi një armë në brez. E futën në makinë, i lidhën sytë dhe e çuan në një vend që ajo nuk e njohu. Kur më në fund i hoshën shamin, ajo ndodhej në një dhomë të madhe, me perde të rënda dhe aromë cigareje. Përballë saj, ulur në një karrige, ishte dikush që e njihte shumë mirë, prokurori Ilir Rapaj. "Më fal që erdhi puna deri këtu, Arta," tha ai me ton të ftohtë. "Por po gërmon shumë thellë. Ju jeni pjesë e kësaj, apo jo?" "Jo, jam pjesë e sistemit që duhet ta mbroj." "E ke idenë çfarë do të ndodhte nëse del në publik kjo histori?" "Janë njerëz që kanë financuar gjysmën e politikës, të mediave të drejtësisë." "E çfarë bëni, më kërcënoni?" tha ajo me sarkazëm. "Jo, po të shpëtoj. Ik, largohu. Braktise rastin. Nëse e vazhdon, s'do të jesh mas gazetar, as gjallë." Ajo u lirua, pas disa orësh dhe u kthye në redaksi. Por në vend të kolegëve, gjeti policinë që po kontrollonte çdo gjë. I thanë se kompjuteri i saj ishte sekuestruar për arsye hetimi. Dosja që kishte marrë nga nëna e Erionit kishte zhdukur. Në atë moment, telefoni i saj u ndez. Një mesazh: "Mos u mërzi për dosjen. E kam unë. Më prit te vendi ku filloi çdo gjë." Dhërmi. Ajo nuk e njihte numrin, por zemra i rahu fort. Ishte ai. 2 ditë më vonë, në një agim gri, Arta zbriti përsëri në jug. Dhërmiu ishte bosh, vetëm era dhe zhurma e valeve që përplaseshin në gur. Kur mbërriti në vendin ku dikur ishte bërë dasma, e pa atë, ulur në një stol, me flokët më të gjatë, fytyrë të lodhur, por të njëjtët sy, Erionin. "Je gjallë?" tha ajo me zë të dridhur. "Gjallë, por jo i lirë. Se di sa do të zgjas." "Pse u zhduke? Pse gjithë kjo?" "Sepse më gjetën. U përpoqa të ndërtoja jetë normale, por s'mund të jetoja me një gënjeshtër që zgjati 25 vjet. Ata donin që unë të heshtja për gjithmonë. Dhe e vetmja mënyrë për të heshtur ishte të vdisja." Arta e shikoi në sy. "Dhe tani?
Tani duhet ta tregosh historinë, por në mënyrën tënde. Jo për mua, por për ata që humbën jetën. Për të vërtetën që s'ka guxuar askush ta thotë. Ai I dha një SB të vogël. Këtu ke gjithçka. Regjistrime, dokumente, emra. Mos I beso askujt. Kur ta publikosh, largohu nga vendi. Arta u kthye në Tiranë. E publikoi reportazhin në formën e një dokumentari traditor me titullin Dasma e fundit, sekretet e një identiteti të zhdukur. Dokumentari shpërtheu në rrjet. Mira shikime në orë. Por një natë, kur po kthehej në shtëpi, makina e saj shpërtheu në mes të rrugës. Në mëngjes, policia deklaroi se ishte aksident teknik. Por në kaselën e sigurisë së redaksisë, shihej qartë një njeri me kaput që vendoste diçka poshtë makinës disa minuta para shpërthimit. 3 ditë më vonë, në një kanal anonim të internetit u publikua një video e re, Erion Meta I gjallë jashtë Shqipërisë. Ai rrëfente gjithçka me zë me fytyrë të mbuluar, por me prova të pamohueshme. Në fund të videos, ai thoshte: "E vërteta gjithmonë del, edhe kur përpiqen ta varrosin nën dasma, nën emra, nën frikë." Pas transmetimit të dokumentarit, Shqipëria u nda në dy, ata që besuan gjithçka dhe ata që menduan se ishte një skenim. Por një gjë ishte e sigurt, askush s'mund të harronte më historinë e dhëndrit që u zhduk në dasmën e vet. Arta Deda nuk u gjet më kurrë. Disa thanë se iku jashtë vendit, në një identitet të ri për të shpëtuar. Të tjerë besonin se ajo u zhduk ashtu si Erioni, mes heshtjes dhe frikës. Një vit më vonë, në një postë elektronike të gazetës, mbërriti një mesazh pa emër. Brenda kishte vetëm një foto, një çift në një vend të huaj pranë një liçeni. Gruaja ngjante shumë me Artën. Ai që e mbante për dore, me gjithë mjekrën e gjatë dhe flokët ndryshe, duke si Erioni. Në fund të mesazhit shkruaj: "E vërteta shpëton, kur dikush zgjedh ta tregojë." Dhe që nga ajo ditë, askush nuk foli më për dasmën e zhdukur, por në çdo redaksi, çdo gazetar e dinte. Disa histori nuk mbyllen kurrë, vetëm ndryshojnë formë.